Pas më shumë se 5 orësh diskutime, Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit ka shtyr pafat mbledhjen ku do të vendoset e lidhur me kërkesën e SPAK për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mbledhja e zhvilluar me dyert të mbyllura, u shoqërua me debate lidhur me lejimin e anëtarëve për njohjen me dokumentet e prokurorisë dhe afatet e qojduhen palës mbrojtëse për të paraqitur argumentet në Këshill. Avokati i zëvendës kryeministres kërkoi 3 javë kohë për të njohur me dosjen voluminoze, por sipas prokurorëve të SPAK, mjaftojnë 5 ditë kohë maksimumi për të njohur me provat. Pas shqyrtimit të kërkesës së demokratëve, Këshilli vendosi që anëtarët të marrin me vete USB-n me 10.000 faqe me prova për dosjen Balluku. Ndërkohë, pas mbledhjes, kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, është ndalur në një prononcim për mediat, ku është shprehur se mbledhja ishte një skenar i kryeministrit Rama, i cili kërkon kohë për vete dhe për Ballukun, që të intimidojnë provat dhe dëshmitarët. Në mbledhjen e Këshillit të Imunitetit, morën pjesë edhe kreu i ri i SPAK, Klodian Braho, dhe 2 prokurorët e strukturës së posaçme, Dorina Beko dhe Dritan Prençi. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku zgjodhi të mos marrë pjesë në mbledhje dhe u përfaqësua nga avokati i saj, Ardian Kalia. Por teksa pritej vendimi i mbledhjes, jashtë ambienteve të kuventit u zhvilluan protesta, nga njëra anë shoqëria civile, ndërsa një tjetër protestë udhëhoq nga mundësia Agron Shehajt.